Përshëndetje të bekuarit e Perëndis. Lavdi Zotit. Jam nisur për në Lushnjë. Edhe jam e sigurt që Zoti është sot në kishën e Lushnjës, sepse është vetëm vullneti i Zotit që ne të marrim territor të ri, që Perëndia të shtrisë zjarrin e tij dhe ju pres vërtet të gjithë ju lushnjar rreth e qark Lushnjës të vini të mbusheni plot me Perëndin, të vini të merrni shërimin, çlirimin, sepse Zoti do të ta jap. Çdo gjë e mirë, thot fjala, vjen prej Perëndis. Prandaj eja dhe merr gjërat e mira prej Perëndis. Eja dhe merr prekjen e Perëndis. Eja dhe merr zjarrin e Perëndis. Eja dhe merr shërimin. Lavdi Zotit, sepse Zoti jonë është i mirë dhe çdo gjë e mirë vjen vetëm nga një burim, dhe ky është burimi i Jezus Krishtit, të cilin ai e hapi këtë burim në kryqin e tij, në kryqin e Golgotës. Haleluja! Si sot 2000 vjet më parë, Jezus i kishte natën e fundit me dishepujt e tij. Nata e fundit, e dini, nuk ka asgjë më konkrete në Bibël, më e shenjtë se sa Pashka. Pashka është në Bibël e dokumentuar gjithçka, ndodhja, koha, tamam kur ka qenë, sepse ka qenë e udhëhequr nëpërmjet Pashkës që festonin judejt. Pra, me të vërtet, Jezus Krishti në këtë kohë, pikërisht e enten, ai kishte darkën e fundit me dishepujt dhe e dinte që ditën tjetër do të kryqëzohej. E megjithatë, ai nuk u toroq. E megjithatë, ai zgjodhi vdekjen për të gjithë ne. Dhe të gjitha armën, në të gjitha jemi më shumë se fitimtar në Krishtin Jezus, i cili u kryqëzua në vendin ton. Ai u kryqëzua në vendin tënd, motra ime. Ai u kryqëzua në vendin tënd, vllai im. Ai u kryqëzua që ti të kesh jetën, të jesh i falur dhe ta kesh me bollëk. Ai ja hoqi Satanit të gjitha armat. E vetmja armë që Satani ka, kush e thot? Kush e thot kush është arma e Satanit? Gënjeshtra. E vetmja armë që Satani ka është gënjeshtra. E vetmja armë, ai nuk ka asnjë armë tjetër. Ai nuk ka asnjë municion tjetër. Ai nuk ka asnjë fuqi përveç se gënjeshtrës. Zoti Jezus e çfuqizoi fuqinë e tij, e çfuqizoi autoritetin e tij, e demaskoi përpara gjithë principatave qiellore. Dhe ai nuk ka asnjë fuqi. E vetmja gjë që ai ka është gënjeshtra. Dhe shumë të krishterë gënjejnë në këto gënjeshtra. Shumë të krishterë besojnë gënjeshtrat e Satanit. Dhe ajo që unë dua të them ty sot, motra ime dhe vllai im, ka ardhur koha që të fitosh të gjitha betejat e tua. Ka ardhur koha ta mundësh Satanin një herë e mirë. Ka ardhur koha të njohësh zërin e Zotit, të njohësh zërin e Perëndisë tënd. Ka ardhur koha ku Krishti të madhështohet në jetën tënde. Ka ardhur koha e çlirimit tënd. Ka ardhur koha e shërimit tënd. Ka ardhur koha e fitores tënde. Ka ardhur koha, motra ime dhe vllai im, për kaq kohë sa ti je lutur. Tani është koha që ti të kuptosh që ti me Zotin je më shumë se fitimtar. Dhe për ta mundur Satanin një herë e mirë në jetën tënde, duhet të dish sot, dua të them një sekret shpirtëror, që çdo mendim që nuk është pro Zotit, nuk është pro teje, çdo mendim që të ul, çdo mendim që të padit, çdo mendim që të gjykon, çdo mendim që të
të sëmurë, çdo mendim që të bën të riqesh nga Zoti, nuk është nga Jezus Krishti. Unë lutem sot për ty, motra ime dhe vllai im, që ti të dallosh zërin e Zotit. Lutem sot në emrin e Jezusit, që Satani mos të gënjej më, që Satani mos të ketë më asnjë autoritet në ty, dhe ti të dallosh zërin e Zotit. Çdo Satani nuk mundet të sëmuri ty. Ai nuk mundet të zaptoj ty, nëse ai nuk fillon me një gënjeshtër. Kur ti ja hap mendjen gënjeshtrës së tij, atëherë ai fillon dhe sundon. E dini, gjarpri, kur unë isha e vogël, më ka kafshuar gjarpri në këmbë. Dhe në fillim nuk dukej kafshimi, duke ishin vetëm dhëmbët e tij. Por për një orë këmba ime u enjtë, u nxi dhe kështu elmimi po përhapej në trup. Kështu vepron edhe djalli. Ai lëshon një gënjeshtër, në fillim nuk duket. Kafshimi i gjarprit nuk të dhemb fare, nuk e ndjen fare. Por ai lëshon helmin. Dhe sa ikën koha, helmi përhapet kudo në trup, në jetë, kudo. Ai është një gjarpër gënjeshtar që e sjell një gënjeshtër pa e kuptuar që është gënjeshtër. Pa e kuptuar që gjarpri piskoj. E dini ju të gjithë njerëzit që janë piskuar nga gjarpri, thonë ua, nuk ndjeva asgjë, sepse nuk ndjehet. Nuk ndjehet piskimi i gjarprit. Dhe vetëm kur e shikon gjarprin që ka qenë ai, ose kur shikon që koha po ikën edhe thua, ua, pse u bë këmba kështu, ose pse u bë dora kështu, sepse helmi përhapet dhe sundon gjithçka. Dhe nëse nuk kurohet, ai e çon deri në vdekje njeriu, duke i paralizuar varet nga tipi i helmit, duke paralizuar qelizat, ose duke trashur gjakun, ose duke mpir muskujt, pra varet çfarë gjarpëri është, çfarë gënjeshtre është. Motra dhe vëllezërit e mi, unë dua t'ju them sot, ka ardhur koha të rritesh. Ka ardhur koha të rritesh në besim, ka ardhur koha të bësh një general në ushtrinë e Perëndisë, ka ardhur koha të kuptosh që djalli nuk ka asnjë fuqi tjetër përveç gënjeshtrës, ai elmon mendjet dhe kështu helmi përhapet në të gjithë trupin. Kape dhe izolohe që në fillim. Kape, Zoti thotë ju do të kapni me dorë gjarprin, dhe kjo nuk do të thotë gjë tjetër, përveç se çdo mendim ti ta kapësh dhe ta nënshtrosh poshtë këmbëve të tua. Ta nënshtrosh poshtë këmbëve të tua. Të dashur motra ime, njihe zërin e Perëndisë. I dashur vllai im, njihe çfarë Perëndia thot në fjalën e tij, dhe ti do të kuptosh zemrën e Zotit. Shumë njerëz gënjehen sepse nuk e njohin zemrën e Zotit. Ata mendojnë se Zoti i sëmuri, ata mendojnë se Zoti i ndëshkoi, ata mendojnë se Zoti po më dënon se kam bërë një gjë në fëmijërinë time, ose Zoti po më dënon se ja kam hapur rrugën në rininë time. Ti nuk e njeh Zotin, prandaj flet kështu. Ai që e njeh Zotin, ai që lexon Biblën, ai e njeh zërin e Zotit. Dhe Zoti nuk na dënon për asnjë gjë. Që kur Jezusi erdhi, për ne është koha e hirit. Është koha e hirit. Çfarë do të thotë kjo? Që çfarë do lloj mëkati që ti të bësh, nëse ti pendohesh dhe shkon në gjakun e Krishtit, ti je i falur. Okej? Gjykimi do të vi pas vdekjes. Për të gjithë. Pra, vetëm ata që s'kan Jezusin dënohen që këtu, edhe plus në botën tjetër. Por ti që ke Jezusin, ti nuk je i njëjti me ta. Zoti nuk dërgovi birin e tij
në kryq për të na dënuar ne. Jo, motra ime, jo, vlla im. Fjala thot, aq shumë e deshi Zoti, mua, të dua, Zot, të dua. Aq shumë e deshi Zoti botën. Sa dha birin e tij të vetëm lindur që kushdo që beson në të ketë jetën e përjetshme dhe të mos humbas. Haleluja! Kur Zoti dha birin e vet, si nuk do t'japi ty shërimi, çlirimi, fitoren, bekimin, paran, shëndetin, famartesën, fëmijën, në çdo gjë. Aq shumë Zoti të do. Çdo gjë tjetër është gënjeshtër. I ligu gënjen kur thot që ti do të rrëzohesh, ti s'ke sukses sepse je vetëm, ti s'ke njerëz që të ndihmojnë, ti s'ke njerëz që të japin lek, ti s'ke njerëz. E di pse ai thot kështu? Sepse ai do që ti të bëhesh i varur nga njerëzit, nga situatat. Motra ime kuptoje zërin e Zotit. Zoti të thot ty. Ti e bia ime, ti e biri im, çdo gjë unë e kam për ty, thot Zoti. Njiheni zërin e Satanit, njiheni zërin paditës, njiheni zërin që ju sëmur, njiheni zërin që ju skllavëron. Zoti na ka bërë të lirë. Shumë njerëz e dini pse nuk e zgjedhin Jezusin? Sepse ata nuk janë mësuar të ecin në liri. Ata nuk janë mësuar të zgjedhin një Zot që ju jep liri të plot. Ata janë mësuar të jenë gjithmonë sklebrit e diçkaje. Por Jezusi thot, atë që unë e bëj të lirë është me të vërtet i lirë. Ky është problemi që shumë njerëz nuk e zgjedhin Jezusin sepse thonë, qa Zoti është ky që thot je në liri? Jetoj jetën në liri, vendos ti më të mirën, zgjidh të mirën. Shumë njerëz duan një Zot që të thot, çau që në mëngjes lutu për mua. Çau në orën 10 ke kohën me mua, ulu në gjunjë dhe më adhuro. Në orën 3 ke orarin tjetër, që ti duhet ulesh në gjunjë e të më adhurosh mua si Zot dhe shpëtimtar. Në orën 6 ti duhet ulesh përsëri në gjunjë e të më adhurosh mua si Zot dhe shpëtimtar, se ndryshe unë të dënoj ty. Njerëzit duan një Zot të tillë, por Jezus Krishti nuk është i tillë. Jezus Krishti thot unë të dua ty. Edhe kur ti ke kohë të lutesh, edhe kur ti nuk ke kohë, edhe kur ti ke kohë të lexosh librin, edhe kur nuk ke kohë të lexosh Biblën, unë të dua ty. Unë të dua kur ti je në pasion për mua, unë të dua edhe kur ti je i lodhur dhe s'ke kohë të më thuash asnjë Zot faleminderit. Unë të dua ty, thot Jezusi. Jezusi, dashuria e Perëndis nuk është e varur çfarë bëjmë ne për Zotin. Nuk është e varur dashuria e Jezusit çfarë ti bën për Zotin. U lute 5 herë, u lute 6 herë, apo nuk u lute fare sot. Nuk është e varur, Zoti të do ty sepse ai është dashuri. Ai nuk mund të bëjë gjë tjetër përveç se të doj ty. Wow, dak Jezus! Të dua o Zot. Zoti Jezus nuk mund të bëjë gjë tjetër. Ai nuk mund të urrej. Ai nuk mund të dënoj. Ai nuk mund të ndërshkoj. Ai të do me një dashuri të përsosur. Ky është Jezusi. Ky është Zoti jon. Nuk është Zoti që e kërkon me detyrim dashurinë tënde. Nuk është një Zot që thot ti nuk u lute sot dhe unë do të dënoj ty. Nuk është një Zot që thot sot ti nuk i fole asnjëriu për mua, edhe unë do të ndërshkoj ty sot, do ta heq gjumin. Nuk është Zoti jon ky, jo, motrat e mia është djalli. Djalli thot lutu 7 herë në ditë, lutu 5 herë në ditë, shko dhe mbyllu atje dhe më adhuro. Nuk është Jezusi ky. Nuk është Jezusi. Jezusi e di që është Zoti, me apo pa udhurimin tënd. Me apo pa udhurimin tënd, Jezusi është Zot. Ai që nuk është Zoti i vërtet, ai të thot futu
dhe për ullu për para meje dhe më lutu për para meje 10 herë në ditë. Edhe po se bere, ty të gjykon edhe të dënon ndërgjegja jote. Të dënon ai Zoti që të detyron t'i lutesh. Atëherë nuk e ke njohur Jezusin, nuk e ke njohur motra ime, nuk e ke njohur vlla im. Ti nuk e di që Zoti jon është dashuri. Ai të do ty sepse natyra e tij është dashuri. Natyra e Zotit është dashuri. Natyra e Perëndis ton është dashuri. Dhe ai ka krah të hapur gjithmonë në favorin tënd. Ai ka krah të hapur gjithmonë për të ndihmuar ty, gjithmonë për të bekuar ty, gjithmonë për të mbajtur fort në dorën e tij të djathtë, gjithmonë për të hapur një rrugë për ty. Ky është Zoti jon, motra ime, vlla im, ky është Zoti jon. Prandaj, çdo mendim që të dënon, që të gjykon, që të nënshtron, nuk është nga Zoti. Nuk është nga Zoti jon, nuk është Zoti jon. Ka ardhur koha që vepra e Satanit të demaskohet. Ka ardhur koha që veglat e tia, që ka vetëm mendimet, të demaskohet. Pyete veten tënde nëse ti je sot në një ankth, në një pasiguri, nëse je duke vuajtur një sëmundje, një dhimbje. Shko tek Perëndia dhe thuaj Zot, më tregon çfarë unë kam besuar. Çfarë kam besuar unë që jam në këtë gjendje. Ti je i sigurt që ti ke besuar një gënjeshtër. Ti ke besuar ndoshta një gënjeshtër që s'do gjesh kur shtëpi. Ti ke besuar një gënjeshtër që s'do t'i bësh kur dokumentat. Ti ke besuar një gënjeshtër se ose ke hequr Zotin dhe ke bërë shëndetin tënd Zot, ti je i fiksuar pas shëndetit tënd. Ose ti je i fiksuar pas djalit tënd, ti je i fiksuar pas burrit tënd. I ke hequr vendin Zotit dhe ti ke besuar që ti mund të kontrollosh jetën e njerëzve të tu. Dhe ke harruar që Zoti thot në fjalën e tij që ne nuk kemi fuqi as të shtojmë një fije floku më shumë e ta heqim. Jo me që të kontrollojmë edhe zgjasim apo shkurtojmë jetët e të tjerëve. Ti ke besuar një gënjeshtër motra ime, prandaj je në këtë situatë. Ti ke besuar një gënjeshtër motra ime, vlla im, prandaj je duke kaluar këtë situatë. Rikthej zemrën tënde tek Zoti. Demaskoj gënjeshtrat, pendohu që ke besuar gënjeshtrat. Për sere të ligur, fjala thot, ti do ta përsesh Satanin dhe ai do të largohet. Përsere mendjen e tij. Përsere helmin që ai ka hedhur në të menduarit tënd. Një zërin e tij. Zëri i tij është gjithmonë për të shkatruar, për të vrarë. Ai nuk të detyron. Jo. Asnjë njeri nuk mund të thotë që djalli më detyron. Jo. Sepse as Evën dhe Adamin ai nuk e detyroi. Strategjia e tij nuk është s'ka qenë sepse ai nuk e ka fuqinë në asnjë drejtim të të detyrojë ty. E vetmja forcë që ai ka është gënjeshtra. Mënyra si ai ta servir gënjeshtrën, kjo është strategjia e tij. Pra strategjia dhe forca e Satanit është vetëm gënjeshtra dhe mënyra si ai ta servir. Ai ta servir si një të vërtet, ai ta servir ty si një sukses, ai ta servir ty si një ngushëllim, ai ta servir ty si një zgjidhje. Pra gjithmonë mënyra si ai ta servir gënjeshtrën është ajo që ti nënshtrohesh.
Pra ai nuk mund të të detyroj ty, sepse ai nuk e ka forcën, thjesht si Eva dhe Adami të servir gënjeshtrën. Dhe unë dua të them, një zërin e Zotit, një zërin e Perëndisë sot, dhe jepi fund luftës me Satanin. Jepi fund fuqisë së tij mbi ty. Jepi fund duke demaskuar gënjeshtrat e tij. Dhe sot unë dua të them, kushdo që është në dhimbje, kushdo që është në frikë, kushdo që është në pasiguri, dhe të gjithë ata që u çliruan dhe u shëruan në këtë konferencë. Kjo konferencë ka qenë për te imagjinatës time. Ishte sikur Zoti, sikur ishim në një spital, që Zoti kishte çdo ilaç për çdo gjë. Çlirime shpirtërore, shërime të mrekullueshme, motër vera që hodhi patericën, çlirua nga fryma e paralizës, sa shërime, motër vjollca si e kishte ajo që ju hapën veshët, sa Zoti na ka mrekulluar. Dhe unë dua të them për të gjithë ju që u çlirua, u shërua, mos e lejoni Satanit t'ja u vjedhi, sepse ai vjen me një stil gënjeshtar. Ai vjen dhe të thotë, pse me vërtet u shërove? Shiko se po të dhem prap. Shiko se një që është zeri Satanit, thua i shpolur Satana. Jam i shëruar sepse Zoti më shëroi. Jam i mbrojtur sepse Zoti më mbron. Haleluja! Pra të dashur, kundërshtojeni Satanin. Njiheni zerin e tij. Dënojeni zerin e tij. Dënojeni gënjeshtrat e tij. Dhe fitoni jetët tuaja në Krishtin Jezus. Ka ardhur koha të marrin fund të gjitha luftrat. Ka ardhur koha t'ja shtypni kokën Satanit duke i demaskuar gënjeshtrat e tij. Dhe thua ti si ta bëj konkretisht. Konkretisht. Nëse ti je në një panik atak, nëse ne je në frikë, pasiguri, nëse je në një dhimbje, nëse je në një luftë shpirtërore, së pari shkoni përpara Perëndis dhe pendohuni. Pa pendim nuk ka çlirim. Unë sapo u ktheva tani, isha për të vizituar një vajzë që ishte shtruar në spitalin psikiatrik, dhe falenderoj Zotin për favoret që më dha atje, sepse do me thënë punëtorët më lanë të takoja, sepse normalisht duhet të takoni vetëm familjar, dhe unë nuk isha familjare. Por Zoti i krijovi kushtet. Bile ajo juristja që ishte me ta, më lejovi të lutesha për ta. Por ajo vajzë nuk pranonte të thoshte Zot më fal për mëkatet e mia. Ishte e pamundur që unë ta çoja të thoshte Zot më fal për mëkatet e mia. Dhe sado që unë mundova vetëm një fjalë të thoshte Jezus, unë vik, jam për ty, Jezus t'i jap jetën, më fal për mëkatet e mia. Ishte e pamundur. Ajo thoshte, unë nuk kam mëkatuar asnjëherë. Unë nuk kam mëkat. Të tjerët më kanë bërë keq mua, unë nuk kam mëkat. Dhe shikojeni se ku djalli i çon kur ne mendojmë se nuk kemi mëkat, kur fjala e Perëndis thot nuk ka as edhe një pa mëkat. Kur ti mendon që nuk ke mëkat, tashmë është Satani në aktivitet. Sepse fjala e Perëndis thot asnjë nuk është pa mëkat.
Të gjithë ne jemi mëkatar dhe kemi nevojë për një shpëtimtar. Pra, unë u luta për të prap se prap, dhe Zoti le të punoj, por ajo ishte kaq e bindur që nuk kishte mëkat dhe nuk mund të thoshte kam nevojë për Jezusin. Thoshte jo, nuk e them sepse unë nuk kam mëkat. Prandaj të dashur, kërkojini falje Zotit. Më mirë ti kërkosh 5 herë falje Zotit se sa të thuash nuk kam mëkat. Kërkoj Zotit dhe thuaj Zot, pse jam në këtë situatë? Një ndër mëkatet është sepse nuk ke besuar fjalën e Perëndis. E duke thënë Zot më fal, sepse nuk e kam besuar fjalën tënde. Më fal që kam dyshuar në fjalën tënde. Më fal Zot që kam besuar gënjeshtrat e të ligut dhe ty, jo ty. Zot më fal. Pra, çdo gjë, shërimi, çlirimi fillon tek pendimi. Ashtu si shpëtimi fillon tek pendimi. Dhe së dyti, thuaj çfarë kam besuar, cila është gënjeshtra që unë besoj. Është një gënjeshtër, rrenja është gjithmonë një gënjeshtër. Fryma e depresionit, e frikës, e paqëmësisë, e dhimbjes, e mashtrimit që ti nënshtrohesh, është gjithmonë rrenja një gënjeshtër. Që i liku e kam pjell në mendjen tënde. Prandaj, pendohu me gjithë zemër. I liku të gënjen kur thotë që po ti e penduar 100 herë. 100 herë e penduar. Ti s'ke asgjë për të penduar. Ti gjithmonë ke thënë pendohem. E nuk po ta them edhe ty se nuk është ka Zoti. Sepse gjithmonë që ne kemi një hall ku jemi marrë peng, është gjithmonë një gënjeshtër. Prandaj, lutju Zotit të të hapi syt shpirtëror e të kuptosh kush është gënjeshtra që ti beson. Kush është gënjeshtra që ti beson? Ku e ke hapur derën me mendimet e tua? Edhe të jesh i sigurt 100%. Këtu i ti thua Zotit më fal. Çfarë do lloj gjëje që të kesh bërë? Zoti të ka falur tashmë. Ti je i falur. Atëherë, pasi je falur, çau dhe deklaro me gojën tënde, unë jam i falur. Unë jam i falur, Zoti më fali, prandaj shëndeti është timi, paqja është timja, gëzimi është timi, sepse ku nuk ka një padi, nuk ka një dënim, nuk ka një gjykim. Prandaj të dashur, çoni dhe rimerrni muret tuaja. Fjala e Perëndis thot, unë kam vënë roje në muret e tua o Izrael. E shpall edhe për Izraelin në emrin e Jezus Krishtit von Nazaret. Unë deklaroj që muret e Izraelit janë të mbrojtura. Unë deklaroj mbrojtjen e Izraelit. Unë deklaroj në emrin e Jezusit, zjarri Perëndis është rreth e qark kufirit të Izraelit, rreth e qark sipër qiellit të Izraelit, edhe poshtë nën tokës, në emrin e Jezusit. Dhe asnjë plan i të ligut nuk do të ketë sukses. Amen. Dhe unë deklaroj që sot çlirohet mendja jote dhe ti do të dish të mbrosh muret e jetës tënde. Do të dish të mbrosh qëllimet e jetës tënde, sepse ti, sytë e tu shpirtëror, do të hapen gjithmonë e më shumë, dhe ti do të dallosh gjithmonë e më fuqishëm zërin e Zotit. Në emrin e Jezusit. Shumë njerëz, shumë të rinj, i ligu i gënjen dhe i thot hajtë të hap syt shpirtëror.
Por kur është nga i ligu, atyre ju hapen sytë shpirtëror në botën e errësirës për t'u bërë sklever të gjitha ata që kanë kërkuar nga djalli fuqi dhe pushtet, hapjen e syve shpirtëror, ai I ka futur të gjithë në përburgje. Por hapja e syve shpirtëror nga Jezus Krishti bën që ti të dallosh të vërtetën nga gënjeshtra. Në emrin e Jezusit unë lutem sot që sytë shpirtëror të ty të hapen dhe ti të dallosh të vërtetën, të dallosh zërin e Zotit dhe të bekohesh në emrin e Jezusit. Haleluja. Faleminderit Jezus që je një Zot I gjallë. Faleminderit për lushnjën Zot. Faleminderit për çdo gjë që ti do të bësh sot në lushnjë. Faleminderit për kishat e reja, faleminderit për territoret e reja. Faleminderit Zot dhe për të gjithë motrat dhe vëllezërit tanë që na mbështesin financiarisht, që gjithmonë kanë qenë besnik sot, që ne të marrim territore të reja, që ne të ngrem kishat e tua Zot, në emrin tanë Zot faleminderit për të zjarr që ti ndeze në lushnjë dhe ti do të përpish Zot me zjarrin tënd, me dashurinë tënde, gjithë lushnjën dhe gjithë rrethinat e lushnjës. Faleminderit për të zgjedhurit e tu. Dhe faleminderit Zot që ne mund të marrim sot një territor të ri dhe të hapim kishën tënde. Faleminderit Zot për të gjithë ata që do të vinë sot. Dhe faleminderit që ti asnjë Zot nuk do ta kthesh pa I mbushur plot e për plot me ty. Faleminderit për gëzimin, faleminderit për dashurinë, faleminderit për fitoren, faleminderit që ti je I gjallë Zot, ti je I gjallë. Faleminderit për prekjen tënde të shenjtë. Faleminderit Zot që ti do t'i ngresh sot nga situatat ku janë dhe ti do të bësh të verbrit të shikoj. Ashtu siç e bëre në këtë konferencë sot, shurdhet do të dëgjojnë, lebrozët do të pastrohen, të vdekurit do të ngjallen. Ti do ta bësh Zot, sepse ti je Zoti I jetës dhe I vdekjes. Faleminderit Zot dhe unë bekoj kishat në Tiranë, kishën në Tiranë, kishën në Bilisht, kishat në Mokër, dhe tani kisha në Lushnjë dhe faleminderit Zot për kishën tjetër në Shkodër që e kemi gati, haleluja, për kishën tjetër në Fier që është gati, faleminderit Zot, faleminderit për kishën tënde në Gjirokastër që është gati, faleminderit Zot për kishën tënde në Pogradec që është gati, faleminderit Zot për gjithë territoret që ti po I bën gati me generalet e tu, me apostujt e tu Zot, faleminderit. Faleminderit Zot dhe për qendrën edhe për një qendër Zot I shenjtë ku njerëzit të monitorohen e të rriten në ty. Faleminderit Zot, ne të adhurojmë ty, ne të falenderojmë ty Zot. Faleminderit Zot që ti do na sigurosh territoret dhe ne të lutemi dhe I bekojmë të gjithë ata që na quajnë kishën e tyre dhe na besojnë financat. Sot ata ti besojnë ty, prandaj ne I bekojmë të gjithë Perëndi që mbjellin në ty. Edhe kur të tjerët e kanë shkretë të tirë, edhe kur të tjerët I kanë dyert e mbyllura, bitë që mbjellin në mbretërinë tënde, ti ke në ambaret plot e për plot. Bekimi I Isakut dhe I Abrahamit I shoqërov çdo ditë Perëndi dhe I shumë fishov dhe I zgjerov ambaret, shportat dhe territoret e tyre. Dhe faleminderit Zot që nëpërmjet tyre ne po marrim kisha në çdo qytet dhe zjarri I Perëndis po ndizet në çdo qytet të Shqipërisë. Këtë e bën vetëm Zoti. Vetëm Zoti jonë e bën këtë gjë. Faleminderit Zot. Dhe I bekojmë të gjitha kishat kudo që janë, jo vetëm tonat, të gjitha kishat Zot, sepse jemi një trup dhe ne I bekojmë me rizqim, me ringjallje
dhe me fuqinë e Krishtit, në emrin e Jezusit. I bekoj. Është koha e ringjalljes, është koha e risqimit, është koha e unitetit. Është koha e unitetit. Në emrin e Jezusit. Dhe unë shpall unitet në familje, unë shpall unitet në kishat, shpall unitet ndërmjet të krishterëve, shpall unitet dhe dashuri që vjen nga Perëndia. Në emrin e Jezusit. Ju bekoj, unë erdha në Lushnjë dhe në radhë të parë do të shkoj vizitë tek një grua që është e smur dhe në emrin e Jezus Krishtit sot unë shpall që ti do ta ngresh atë motor sot në emrin e Jezusit. Edhe kur i saj është shumë ateist, por Perëndi, ti ai që zbut zemrat. Fitoria të përket ty. Dhe unë po vete në emrin tënd. Amen. Haleluja. Ju dua, Zoti ju bekoft, edhe me Zotin para pas nesër ndarë jam në shtëpi, pas nesër jemi live, edhe do t'ja u tregoj gjitha që ka Zoti na ka mrekulluar, sepse s'ka pasur kohë. Kam qenë vajza besoni, djem besoni, çdo ditë në orën 5 jam ngritur dhe nuk më ka dal koha të ulem të kështu. Jam plot me zjarrin e Zotit, jam plot me dashurinë e Tij, jam plot me gëzimin e Tij. Dhe çdo ditë kam qenë këtu për të lutur, këtu për të bekuar, këtu. Wow, Zoti është çdo gjë. Është e lehtë, është e bukur, sepse ai të mbush plot. Lavdia i përket